Ja ku jemi sërish në studio, do të flasim në fakt tani për këndvështrimin që të huajt kanë për ne shqiptarët. Nuk janë të pakta ekspozimet ose ekspozitat që realizohen me foto të ndryshme, kryesisht nga syri i shqiptarëve kësaj radhe? Është nga të huajt, dhe në fakt pyetja e parë që i bëjmë një të huaj kur vjen në Shqipëri është çfarë impresioni ke për Shqipërinë? Hera e parë në Shqipëri? Si të duket Shqipëria, shumë e bukur, po ai gjithmonë nuk e di më është sinqert apo jo. Por në fakt është organizuar nga Galeria Zeta, është organizuar pikërisht një ekspozit fotografike me fotografitë me impresionet që këta të huajt kanë pasur nga Shqipëria. Ato kanë fotografuar momente të ndryshme të jetës së një shqiptari. Dhe me gjitha kam fotografuar detaje që një shqiptare bëjnë të ndryshëm nga popullsi tjera të Evropës. Pra flasim për detaje folklorike, për detaje artistike, për detaje që ne shqiptarëve sigurisht duke jetuar në monotoninë e përditshme, ndoshta nuk i vëmë më re sot, por sigurisht kur një huaj vjen për herë të parë, janë pikërisht këto detaje që na bëjnë diferencimin ton me kultura të tjera. Me Zeta Galeri në fakt kanë bashkëpunuar për këtë ekspozit edhe dy mikesha tashmë do të thoja të emisionit ton, gjithashtu biznesmene, të cilat ne kemi kënaqësinë ti kemi sot në studio, ato janë Albana Bausier, unë gjithmonë kam probleme me Bausier dhe Cecil Belmer. Mirëmëngjes, bonjour. Është kënaqësi t'ju kemi në studio, sepse, siç e thamë më parë, jeni mikeshat e emisionit ton, sepse në herën e parë që kemi qenë bashkë, kemi folur për iniciativën tuaj që vazhdoni e ndërmeni sa i përket realizimit të disa objekte, le të themi, të frymëzuara nga tradita shqiptare, janë çanta, janë veshje, janë objekte të ndryshme orendi, të cilat pikërisht marrin frymëzim nga artizanati i vjetër shqiptar, nga teknikat e vjetra të përpunimit dhe mbi të gjitha nga simbologjia e vjetër shqiptare. Vini këtë herë përsëri për të na prezantuar një ekspozit të disa të huajve, të cilët e shohin në objektivin e tyre pikërisht të veçantë që ne kemi, dhe që ju i prezantoni pastaj edhe në objektet tuaja. Dhe kurioz është fakti që jeni një franceze, një shqiptare dhe një franceze. Pra kemi këndvështrim të dy fisht. Po filloj unë e para, në qoftë se më lejoni. Këtë herë, faleminderit për ftesën, këtë herë kemi ardhur për të prezantuar veten tonë, po jo vetëm. Ne jemi një grup grash që me rastin e festës së 8 marsit organizuam së bashku një ekspozit tek Zeta Galeri që u quajt Albania in our eyes, Shqipëria në sytë tanë pra, dhe është ajo që një grua e huaj, po jo vetëm, sepse ishin edhe dy vajza shqiptare, shikon tek kultura jon, tek tradita jon, çfarë shikon ajo në Shqipëri. Dhe ishte një dëshire e Zeta Galeris, po bashkë me ne, ishte pra një shikim i një fotografeje, Virginie Kako, ishte franceze, po, mikja jonë, që me të cilën e kemi bërë një udhëtim në për Shqipëri me rastin e asaj që ju bëthat për para për të bërë ato objekte tona nga tradita shqiptare. Si a ne po mbullim edhe pjesë nga imazhe nga Galeria e Artit, nga ekspozita? Ja, ju një duke parë tani për shembull pikturat e mikes tonë turke, Jasmin, edhe pastaj objekte tona të bëra me punime të leshta. Dimensionale, për te fotografive ka dhe objektet tua, piktura si statë më para. Do fotografite e Virginis të bëra, do me thënë, në atë udhëtimin tonë në Kruj, duke parë ata artizanët duke punuar, prodhimet e leshit, atë që leshen, e tjerë, do me thënë, ajo, inspiracioni, shikimi saj ishte ky që ju shifin në fotografi. I zonjës tjetër piktura, si shef ajo Shqiprin traditën, kostumet, gruan shqiptare, sepse gruaja ishte ajo që na. Shikimi jonë është në përmjet këtyre objekteve që i shikoni pra aty në... Edhe Cecilia do vazhdoj pastaj të thot për pjesëmarrësit e tjerë, se... Alors, tu peux raconter maintenant pour Dori, pour Janie. Oui. Voilà. Alors, donc, ce qui était intéressant dans cette exposition, c'est de mélanger un peu la créativité étrangère, comme Janie, par exemple, qui est d'origine asiatique, et qui a donc son inspiration asiatique, et elle nous a fait des tableaux sur Skodra, à la pastel, vert,
qui avait des similitudes avec ces dessins aussi qu'elle a fait du Vietnam. Donc voilà, il y avait un rapport comme ça entre des pays asiatiques, albanais, nous français et albanais. On avait aussi donc une albanaise, Dori, qui un peu autodidacte, qui nous a fait des très beaux tableaux que vous avez pu voir tout à l'heure. Alors, Njëherë po lëviz kokën si ku kupton në një gjë. Kuptoj pjesërisht. Kuptoj pjesërisht. Cecilia tani sapo ju foli për një nga pjesëmarrëset e tjera, dy nga pjesëmarrëset. E para ishte shikimi i një mikes ton franceze dhe që është me origjinë aziatike, Jeannie Blanc. Ajo kishte bërë dy piktura, dy akuarele mbi Shkodrën, temën Shkodrën. Po është interesante shikimi i saj për këto peizazhet tona, sepse ne kemi parë piktura të tjera të saj që tregojnë peizazhet në Vietnam, për shembull, ajo e jeshilja, ndoshta juve do të shikonin ato. Ka gjëra, domethënë inspiracioni sa në atë që ajo shikon nga Shqipëria, nga peizazhet tona, ka gjëra që lidhen dhe me ato punimet që ka bërë më përpara në vendet e tjera ku ka qenë. Po ka edhe një miken ton tjetër që ajo është shqiptare, Dori, shikimi i saj mbi ngjyrën në Shqipëri, mbi atë dritën që neve e adhurojmë të gjithë dhe e presim në Shqipëri, atë diellin e ndriçueshëm etj etj. Pastaj është shikimi i secilës se si e rrotullon atë mendimin e saj. Unë duhet ta pyesja Cecilin, në fakt ajo vetë është e huaj, është franceze, se çfarë impresioni ka patur mbi Shqipërinë në udhëtimet e saj të para në Shqipëri? Des impressions sur le premier voyage en Albanie. Ah, mes impressions sur le premier voyage en Albanie. Alors, la découverte, on va dire que la découverte déjà était architecturale. C'est-à-dire que tous les lieux comme Berat, Shkodra, Saranda, Korça ont une histoire. Quand on visite, on est imprimé de cette histoire. Et après, on a toujours dans cette visite l'ethnologie qui est là et qui est présente avec tous ces costumes, toutes ces pièces magnifiques d'ailleurs, qui nous ont inspirés pour ce qu'on a fait. Et j'imagine pour les autres artistes aussi. Atëherë, pas pyetjes tuaj, përgjigjja ishte e lidhur me atë që neve bëjmë. Së pari, në shpikimin tim të parë në këto udhëtime ishte arkitektura. Në qytete si për shembull Berati, Shkodra, ato shtëpia tona karakteristike e tjerë, por jo vetëm, shumë shpesh në këto udhëtime detajet etnografike të kostumeve, të veshjeve popullore, të etnografisë tonë, ishin shumë prezente në këto udhëtime, gjë që na bëri që ndër të tjera të jepte një shtys këtij inspirimi, që na bëri neve të vazhdojmë pastaj këtë udhëtimin ton, në krijimin ton artistik nëpërmjet prodhimeve të leshta, me prodhime druri etj etj. Për të rikthyer përsëri tek ekspozita, për sa kohë do rri e hapur dhe është mbyllur, ka mundësinë ta shikojnë ndoshta edhe gjithë ata që po na dëgjojnë nga televizioni shqiptar për të parë pikërisht këndvështrimin e këtyre tuajeve mbi Shqipërinë. Atëherë ekspozita është e hapur deri të shtunën. Deri nesër, sepse ishte me rastin e 8 marsit, por deri të shtunën, dhe pastaj personat që duan të kontaktojnë secilën prej nesh, në ambiente që secila prej nesh punon, mund të afrohen tek Zita Galeri edhe të... Ju tashmë e keni një butik? Ne kemi një atelier. Keni një atelier? Ne kemi një atelier, ku shkojmë dhe punojmë të dyja çdo ditë. Her pas here vinë miq dhe pim dhe një kafe aty, kjo është dhe kënaqësia. Ne që s'kemi ardhur, nuk është se nuk ndjehemi miq, është thjesht që nuk dim ku ndodhet. Në një rast tjetër do t'ju shpjegojmë sa më shpejt. Këtu ishim për Zita Galerin, për këtë ekspozitën, për këtë shikim të grave. Me qënë herë në fundit e kemi lënë bisedën bashkë që ju ishit vetëm prezent në Facebook edhe sa po kish nisur projekti. S'ka shumë kohë, 2-3 muaj është. Faleminderit. Diku në qendër të Tiranës, një atelier. Faleminderit.
Faleminderit juve për gjithë punën tuaj që bëni në fakt dhe për promovimin e artit, kulturës dhe folkut në Shqipëri nëpërmjet artizanëve të pjesëve të ndryshme dhe traditave të ndryshme, të trevave të ndryshme të Shqipërisë. Dhe shumë sukses edhe për ekspozitën, është një ide me të vërtetë e veçantë. Shikojmë të materializuar, atë siç e thash, pyesim gjithmonë të huajt si ju duket Shqipëria. Pra nëpërmjet fotove të tyre, punimeve të tyre artistike, shikojmë pikërisht se çfarë përfitimi kanë ata të pak në impaktin e parë për Shqipërinë. Faleminderit edhe një herë që ishin në studio me neve. Faleminderit. Ne do shkëputemi vetëm për pak çaste dhe do rikthehemi sërish vetëm pas pak. Ka ndeshje? Ka patur. Ka patur? Po nesër do ketë. Do ketë gjithë vitin. Vetëm pas pak.